Ne kemi më shumë se binjakëzim me Bokun, domethënë jemi mjafton të them që ata kanë ardhur 24 herë tek ne në harkun e një viti. Do të them ata janë prezent aty. Se marrëdhënie kemi me Gjermaninë, kemi me shumë universitete të tjera. Ne jemi në një proces ku ndihemi mirë se i kemi paraprirë zhvillimeve në ofertën akademike, në kërkim shkencor. Kemi një infrastrukturë të mirë, relativisht të mirë, të kërkimit shkencor. Reforma dhe zhvillimet në sektorin e arsimit kërkojnë shumë vjet t'ju marrësh ato t'i vjelësh ato të mirat, por sigurisht mbas 5 apo 10 vitesh, unë në Universitetin Bujqësor, i cili mund të ketë dhe një emër tjetër nesër, siç e kanë ata të Vjenës, i shkencave të jetës, se ne jemi aty. Edhe ky është një problem, kur thonë Universiteti Bujqësor, ndjej që është një problem. Unë në Universitetin Bujqësor e shikoj shumë herë më mirë të vendosur në rolin që do të ketë në gjithë parafrimin e këtyre kapitujve në procesin e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, në atë që universiteti duhet të luajë rolin e vet duke ofruar dije, kërkim, njohje, duke transferuar teknologjitë, duke ofruar ekspertët që i duhen këtij vendi dhe duke ofruar gjithmonë trajnim të vazhduar, i cili do të jetë i nevojshëm për të updateuar njohjen. Dhe kur thash vështirë parashikoj bujqësinë, doja të theksoja atë sektorin. Doja të theksoja atë që ritmet janë shumë të shpejta. Ritmet janë shumë të shpejta të zhvillimit. Për shembull, një kolegu jon shqiptar që është profesor në Angli dhe është pjesë e programit të teknologjisë informacionit në bujqësi, ata punojnë atje në robotik dhe një projekt ishte një robot vilte luleshtrydhet. Një robot që vilte luleshtrydhet me kujdesin, sepse duhen shumë punëtor dhe zakonisht janë 10 zonja që punojnë ato serat në temperaturë për të vjelur luleshtrydhet, sepse nuk do t'i kapësh, janë shumë delikate. Teknologjia mund ta rrezikojë një person që ka studiuar për shembull? Po jo, përkundrazi. Personi, po jo, pra e bën atë, e bën një person që e njeh mirë teknologjinë. Pra mund ta sepse ne përdori këtë fillojmë të ofrojmë nesër. Domethënë, jo një person që njeh vetëm bimët, por një person që njeh gjithë aktivitetin e fermës. Njeh, sepse fermat nuk janë, aktiviteti nuk është vetëm kafsh apo vetëm bim, por një familje në fermat tona ka edhe bim, ka edhe kafsh, ka biznes, agroturizëm e mera. Dhe ai e merr këtë formim. Dhe i pajisur mirë me teknologjinë, e bën atë të suksesshëm nesër, në jetën e vet. Jo vetëm në karrierë, por ndërton një jetë mirë ku ti do i qefi atij.